Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Sherr brenda familjes. Ola ka një lidhje fisnore me Eduard Grishajn. Përplasja e fundit verbale në formatin e fermës, ku Ola i është drejtuar me fjalor fyes moderatores Arbana Osmani, ka ngritur diskutime të shumta në hapësirën publike. Rrjedha e këtyre ngjarjeve ka risjell në fokus një tjetër detaj të kaluar, duke ngritur pikpyetje mbi një lidhje të mundshme farefisnore mes banores dhe bashkëshortit të moderatores, regjisorit Eduard Grishaj. Ky diskutim e ka zanafillën nga një episod i transmetuar disa ditë më parë brenda shtëpisë. Gjatë një aktiviteti ku organizatorët shfaqën një prej filmave të realizuar nga Eduard Grishaj, në përfundim të projekcionit, Ola ka deklaruar përpara banorëve të tjerë: Eduard Grishaj, kushëriri jem. Paralelisht me këtë deklaratë, vëmendje ka marrë edhe një fragment nga një intervistë vjetër televizive e regjisorit me moderatorin Arjan Çani. Gjatë bisedës rreth prejardhjes së tij, Çani drejtohet me fjalët: "Jemi origjinë nga Bajza, pranë në veri të Shqipërisë, e cila është një zonë në kufi me Malin e Zi." Përcaktim që është konfirmuar nga vetë Edi. Kjo e dhëmë po qarkullon së fundmi si një element shtesë që mund të mbështesë pretendimin e konkurrentes për lidhje të përbashkët familjare.